Thonë njerëz dhe publicistë, shkrimtarë ndryshëm të huaj, njëra më ka pëlqyer shumë. Tha nëse do të hapën historitë e botës, për shqiptarët shumë perandori dhe shteti do t'i merr lumi. Sa qëndron kjo? Po jo, tani janë sa element historik që janë të identifikueshëm, të qartë. Çuditërisht, ne i kemi lënë krejtësisht më një anë, nuk i kemi trajtuar. Unë për shembull në këtë moment jam duke u marrë me një temë, me një dokumentar mbi Aleksandrin e Madh. Në vitin 1926, shteti shqiptar ja vuri lek pikërisht për Aleksandrit të Madh. Dhe leku i parë ka patur Aleksandrin e Madh në njërin krah të faqes tij. Sot ne kemi frikë ta përmendim faktin që ai nga 4 gjyshër 3 i ka i lirë. Dhe si historia e Aleksandrit të Madh ne kemi frikë të përmendim edhe elemente të tjerë historik, po marr një rast revolucionin e famshëm të vitit 1821 që çoi në krijimin e shtetit grek. 90 nga 100 ronj janë shqiptar. Tani ky është fakt, është i dokumentuar, është i qartë, ashtu siç nuk e di, për shembull që fakti që qyteti i Manastirit ka qenë kryeqendër e rilindjes kombëtare. Ne nuk mund ta mohojmë këtë gjë sepse janë dokumentat që e thonë. Pra, nëse ne arrim të njësojmë institucionet tona shkencore, të bëjnë një punë më të fortë, të paktën institucionet, dhe të mos kenë ndrojtje, ti tregojnë gjërat. Jo vetëm ti tregojnë gjërat për shqiptarët, por veprat të prodhohen, të botohen në çdo gjuhë të mundshme për t'i treguar botës atë që në të vërtetë jemi. Atëherë të gjërat do të jenë shumë të thjeshta. Mos presim që bota ne na njeh kaq shumë. Më ka ndodhur pafund gjatë udhëtimeve të mia të flas me qytetarë europianë dhe t'i tregoj për shqiptarët. Sigurisht nuk i njihnin. Dhe më pas fillojnë dhe mahniten nga kjo histori që kanë shqiptarët. Histori që nis që në kryet herës. Pra, të paktën institucionet shkencore do të jenë ato që duhet ta kenë më të thjeshtë për të njësuar qëndrimet sa kohë historia është e njëjtë. Dhe ne mbajmë përgjegjësi të njëjtë përballë saj. Në gjitha ato vende që ke shku ke vizitu, për ata që nuk kanë folë shqipsi, ke zbulu dhe etu që janë shqiptarë. Po tani na kem disa karakteristika shqiptare. Patjetër, një nga udhëtimet më interesante ka qenë vjet në Srem. Unë kisha ca të dhëna të vjetra të shkruara nga disa profesor nga Shqipëria që kishin shkruar për lëvizjen e kelmendasve drejt zonës së Sremit, që për ata që nuk e njohin është përtej Beogradit. Ata sigurisht kur u zhvendosën atko nuk u zhvendosën në zonë serbe, ishte zonë austro-hungareze, pra u zhvendosën për qëndruar më të sigurt atje. Më pas ajo zonë u kthyen në Serbi e tjerë. Dhe kur kam shkuar ishte dhimbshme, domethënë, sepse për atë zonë flitet shumë pak. Ato dy fshatra që ishin atje ishin shqiptar në masë dërmuese, por deklaroheshin kroat, pavarësisht se në thellësinë e zemrës së tyre po të flisje e pranonin që ishin të ardhur nga zona e Kelmendit. Dhe të tillë ka pafund, ka, nuk e di, zona e Tivarit për shembull, që sot është e asimiluar plotësisht, i ke shqiptar që të flasin shqip dhe ai thotë nuk jam shqiptar. Është zona e Rekës në Maqedoni, që janë të famshmit ortodoks të Maqedonisë, që nuk është as pak e habitshme që ata tregojnë që dakor, thot, gjyshi dhe gjyshja fliste shqip. Baba dhe nona flisnin shqip. Po mirë, thoshon, çfarë je? Thot Maqedon. Pra, ka dhe një lavazh të tillë që është këtë presion që është ushtruar. Njëta gjë ndodh me arvanitasit, që janë mbi 2 miliona, apo dhe më shumë në Greqi. Njëta gjë ka ndodhur me ta, një lavazh që ka filluar prej shekujsh dhe ata sot mohojnë identitetin e tyre. Domethënë, sigurisht unë kam shumë për zemër, e kam thënë edhe herë tjera, Sanxhaku në Pazarit Ri është një zonë për cilën nuk flitet fare, pavarësisht se aty jetojnë, po themi, mbi 200.000 shqiptarë. Po flasim për një zonë ku ti vërtet zyrtarisht i ke të deklaruar bosnjak, por ti nëse shkon në shtëpitë e tyre, ata që të gjithë të nxjerrin fotografitë e gjyshërve dhe stërgjyshërve me plisa, me traditat shqiptare. Pastaj edhe po të shkosh dhe më tej, ti kërkosh ndonjëri që më tregoni dasëm që keni këtu, dhe ata të tregojnë që janë të njëjtat këngë,
që ka dhe shqiptarët në Kosovë apo në veri të Shqipërisë. Pra, është e dhimbshme, për mua ka qenë vërtet e dhimbshme shumë nga këto udhëtime, sidomos kur kam patur rastin të kuptoj që ka shqiptarë të mirëfillt, ka shqiptarë që vinë nga familje tipike shqiptare dhe për fat keq, për fat të kësaj shplarje, për fat këtij presioni etj. E mohojnë identitetin e tyre shqiptar. Ne kemi pas, vazhdeshta me lidhje me Marinën, do të vizit 2-3 herë në familje nga Sanxhaku, që ata nuk dishin me fol shqip, folshin do të bosnjak që sa sorbesht se kuptej theksin cila është ajo, po si të një gjudo, si slovenisht, si kroatisht, si bosnjak që sorbesht, po do të që ta në theshim vllazën neve dhe e praneshin do të që jam po që e kanë atë frikën, do të e presionit dhe dhunës që kur të thejnë vend vetin për me njëtin gjohën falë, edhe me do të me shqiptarët në Greqi, do të më karon Gjermani me taku, do të Tjaninës, Tigumenicës, kemi punu bashk, edhe shumë rastësisht, do të se zgudzej me tregu, do të pas 3-4 vite që punej shumë bashk me ta, do të mua bete sipër, po të pa gjyshja jam, tha, flet shqip. Qa thuare? Shumë, s'po thu që i shqiptar? Jo, tha, s'jam tha shqiptar, jam grek. Masa ne me një shqiptar Tiranës, të diskutu këtë temë, pse tha zgudzej ne mi prenu, ta zgudzej tha se kanë presion dhe dhunë të madhe, ma shumë se ju tha pe Slobodan Miloševići tha këta në Greqi. Dhe shumë e vërtet këtë gjë. Presioni është aq i madh në zona të tilla sa ti nuk shkon dot edhe si turist. Dhe të kesh një celular dhe të përpiqesh të filmosh. Mund mos siesh asaj zone, mund mos siesh po themi me detyrën e gazetarit, por sepse të pëlqen ajo zonë ti e duke filmuar. Edhe në atë rast do të gjesh me njëra autoritetet që do të vinë të shoqërojnë për të kuptuar se çfarë ti po filmon, pse po ti filmon, cila është arsyeja që ke ardhur etj. Është një, nuk e di, një institucion frike i ngritur në atë zonë, sa ti habitesh që në 2020-ën ka një funksionim të tillë të institucioneve ku njeriu nuk deklarohet dot atë që në të vërtetë është. Dhe jo vetëm kaq, po ku njeri që mund të shkojë si turist, shihet me syrin e dyshimit se ky po filmon, duhet të ketë një arsye etj. Pra, kërkohet me përdhun që të mbahet e fshehur historia. Por ti historinë mund ta mbash të fshehur për një periudhë të caktuar, por nuk e mban dot për gjithjetën. Të mos harrojmë asnjëherë që ka familje arbanitase